Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka pranuar 4 ankesa të VMRO DPMNE-s për parregullsi zgjedhore në rrethin e 2 zgjedhor në qytetin e Strugës. Për këtë shkak, anëtari i KSHZ-s i propozuar nga PDSH, Bedredin Ibrahimi, është kërcënuar se do të largohet nga mbledhja, kurse Subhi Jakupi nga BDI ka akuzuar për votim etnik. Unë do të dal, kurse ju vazhdoni të votoni vetë, tha Ibrahimi. Ju po mendoni se jeni patriot, nuk jeni patriot. Nuk është mirë as për ju që votoni në këtë mënyrë, as për KSHZ-n dhe as për shtetin. Ju po thirreni në emër të shtetit, por unë jam edhe më shumë i thirrur në emër të shtetit. Patriot është ai i cili punon për vendin e tij, për popullin e tij, për qytetarët e tij, për fëmijët e tij. Atëherë do t'i ndihmonim shtetit. Kështu ju siç doni të vazhdoni, atëherë ju nuk keni qenë patriot, tha Jakupi. VMRO DPMNE ka dorëzuar gjithsej 17 ankesa për parregullsi në Strugë. Pas dhënkave të shumt, kryetari i KSHZ-s e ka ndërprer mbledhjen duke njoftuar takimi për ditën e sotëm në orën 10. Në Strugë fitues ka dalë kandidati shqiptar i PDSH-s, i përkrahur edhe nga BDI dhe RDK.